Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin, Krishti u ngjall. Ndjaku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 18 maj dhe në këtë ditë kishën afron lexojmë nga libri Veprave të Apostujve, kapitulli 17, vargu 1 deri vargu 9. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Dhe mbasi kishin kaluar në për Amfipoli dhe në për Apoloni, arritën në Thesaloniku, ku ishte sinagoga judeme. Dhe Pavli kishte zakon të vetë hyri tek ata dhe 3 të shtuna me radhë u paraqita argumente nga shkrimet, duke deklaruar dhe duke treguar atyre se Krishti duhet të vuante të ringjallë prej së vdekurit dhe duke thënë: "Ky Jesu që unë ju shpall është Krishti." Disa nga ata besuan dhe bashkohen me Pavlin dhe sillen dhe një numër i madh grekësh të përshpirtshëm dhe jo pa gra të rëndësishme. Por judent, të cilët nuk kishin besuar, patën smir dhe morën me vete disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut dhe si mbyllën një turm e bën rrëmuj qytetin dhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe kërkonin ata që t'i nxjerrë përpara popullit. Dhe mbasi nuk i gjetën, e hoqës varri Jasonin dhe disa vëllezër përpara krerëve të qytetit duke thirrur: "Ata që kanë bërë rrëmuj botën kanë ardhur dhe këtu." Dhe Jasoni këta i priti. Të gjithë këta veprojnë kundër statuteve të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër i suj. Dhe nxitën popullin dhe krerët e qytetit që i dëgjonin këto gjëra. Po ata mbasi morin një dorëzani nga Jasoni dhe nga të tjerët, i lejuan të shkojnë. Pra, kjo është pjesa që lexojmë. Le ta komentojmë sipas hetërve. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 17 dhe mbasi kishte kaluar në për Amfipoli dhe në për Apoloni, arritën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga e judejve. Etrit e shenjtë vënë në re lodhjen apostolike dhe këmbguljen e atyre. Shën Johan Gojardhi thotë se Pavli nuk ndalej në rehat, por kërkonte vende ku fjala e Perëndis mund të jepte fryt. Ai nuk predikonte rastësisht, ai shkonte atje ku njerëzit e kërkonin Zotin. Pra, edhe sot ka njerëz të cilët kanë thirrje apostolike, si klerikë laik në kishën tonë ortodokse, por duhet kuptuar se misioni në kishë nuk është një mision rahatije, karriere, fitime, është një mision lodhje, sakrifice, dhe madje dhe sakrifice sublime. Kështu që ai që ka një thirrje të veçantë për të shërbyer kishën dhe popullit Perëndis si klerikë laik, ai s'duhet të pushojë, por duhet të punojë pa u lodhur çdo ditë deri në fund të jetës. Në këtë kohë ka punë, pas asaj kohe ka pushim. Prandaj kështu duhet të kuptojmë gjërat. Dhe besimi nuk mund bëhet vetëm për vete, ai duhet çuar te të tjerët, dhe kjo patjetër ka lodhje vështirësi, por ka edhe shpërblim. Një ditë Krishti thotë: "Ja unë do vi, do ta shpërblej secilin sipas besimit dhe veprave të atij." Duke pasur parasysh këtë, atëherë nuk duhet të shlodhemi, por të vazhdojmë të lodhemi duke përhapur fjalën e Perëndis tek njerëzit të cilët patjetër që kanë nevojë edhe në ditën e sotme, ashtu siç kishin nevojë edhe në kohën e apostujve, më konkretisht në kohën kur apostull Pavli dhe Sila po predikonin në Amfipoli, në për Apoloni dhe deri në Selanik. Por le të flasim dhe për vargjet më poshtë. Vargu 2 na thotë: "Dhe Pavli sipas zakonit vet hyri tek ata dhe 3 të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga shkrimi." Pra, në këtë varg, sipas Shën Johan Gojardhi, theksohet shpreha sipas zakonit të vet. Apostull Pavli kishte zakon, pra që të fillonte katekizimin ose predikimin tek judejt nga dhjata e vjetër. Pra, duke i sjellë në vëmendje përsëri premtimet e Zotit në dhjatën e vjetër tek profetët, gjyqtarët, mbretërit, të cilat u përmbushën në Krishtin. Pavli shkonte dhe predikonte në sinagogë. Sinagoga ishte një vend ku mblidheshin judejt e diasporës çdo të shtunë, lexonin nga dhjata e vjetër dhe dikush e komentonte. Shikoni se Pavli nuk përdori imponim në predikimet e tij ose katekizimin e tij, por arsyetim të durueshëm. 3 të shtuna nuk përmenden më kot, po tregojnë durimin pedagogjik të apostull Pavlit, dhe ai nuk pris rezultate të menjëhershme. Edhe sot, ungjilli nuk duhet predikohet me agresivitet, me imponim, por me durim, me dialog dhe qëndrueshmëri, si në kish, por në familje edhe në shoqëri. Ndryshimi i zemrës së njeriu do kohë. Prandaj duhet të këmbgulim çdo ditë, kohë e pa kohë, për të folur fjalën e Perëndis
dhe duke pritur me durim ndryshimin. Ai ndryshim nuk ndodh me njëherë, por është një proces që do durim. Në vargun 3 lexojmë: duke deklaruar dhe u treguar atyre se Krishti duhet vuante dhe të ringjallej prej së vdekurit dhe duke thënë: ky Yesu që unë ju shpall është Krishti. Në këtë varg apostulli Pavël, siç thotë dhe shën Athanasi, shpjegon se vuajtjet e Krishtit nuk ishin dobësi, por mënyra e shpëtimit të njeriu. Pra kështu providenca hyjnore kishte vendosur që shpëtoi njeriu, sepse njeriu u largua nga kopshti i Edenit duke shkelur një porosi, duke ngrënë nga fruti i ndaluar, pra u largua prej një peme, por pranë të drurit të një peme, drurit të kryqit do të hynte përsëri. Dhe njeriu hëngri nga fruti i ndaluar për t'u kënaqur, por që të hynte përsëri duhet dikush të vuante për të. Prandaj edhe Krishti pësoi vuajtje për mëkatet e çiftit njerëzor, por dhe gjithë njerëzimit, dhe me anë të drurit të kryqit e bëri të mundur rikthimin ton tek Zoti dhe në mbretërinë e Zotit. Por nuk kemi vetëm kryqëzimin e Krishtit dhe vdekjen e Krishtit. Vula e gjithë veprës shpëtimtare e Krishtit është ngjallja ose ringjallja që e përmbush atë. Prandaj apostulli Pavli thotë: ky Yesu që unë ju predikoj, të kryqëzuar dhe ngjallur, ky është Krishti, ky është Mesia, të cilën e kishte premtuar Perëndia në dhjetën e vjetër. Pra, Pavli i tregon judejve në sinagogë për mbushjen e gjithë dhjetës vjetër në Krishtin. Shpesh sot njerëzit duan një fe pa kryq, pa sakrifica, por etrit na mësojnë se nuk ka ringjallje pa kryq. Pra ne nuk mund të shkojmë në mbretërinë e Zotit pa kaluar në rrugën e Golgothas, pra të vuajtjes, dhe pa kryqëzuar mëkatet dhe pasionet tona. Vuajtja e jetës mund të bëhen rrugë shenjtërimi kur bashkohen me Krishtin. Pra, të gjithë njerëzit vuajnë, por kur vuajtjet bëhen në emër të Krishtit dhe durohen në emër të Krishtit, ato bëhen shkallë për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Kurse nëse vuajtjet në këtë jetë janë për shkak të egoizmit ose gabimeve dhe mëkateve tona, patjetër që ato nuk na çojnë për lart, por na çojnë për poshtë. Po le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargun 4. Disa nga ata besuan dhe u bashkuan me Pavlin dhe sillen si dhe një numër i madh grekësh të përshpirshëm dhe jo pa gradë të rëndësishme. Pra, në këtë varg na thuhet disa nga ata besuan, jo të gjithë. Asnjëherë nuk duhet të çuditemi pse nuk besojnë të gjithë, e tha dhe Zoti te parabola e farecit, pra i holli farën, por 1/4 e saj mbiu në tokë të mirë. Pjesa tjetër nuk mbiu ose një ra në, si thot, ra në rrugë, e ngrëzojt, ra në zall, nuk ishte fuqi, ose mbiu dhe u tha nga dielli, dhe pjesa tjetër ra në ferra, pra nuk pati fuqi të japi fruta. Vetëm një pjesë ra në tokë të mirë dhe dha fruta 160-30%. Kështu që jo të gjithë do besojnë kur dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Mos çuditemi për këtë. Por edhe diçka, ungjilli prek dhe ndryshon jetët e njerëzve. Si judejve, që ishin të parat që kishin privilegjin për dëgjuar ungjillin, po dhe grekët, greqishforësit, paganët. Këtu thuhet dhe gra të rëndësishme. Dhe si e kuptojmë neve sot? Kisha është universale ose katolike. Besimi nuk është për një kom të vetëm ose për një elit, kulturë, por është për të gjithë njerëzit, gjitha kombet, popujt, gjinit, racat, kulturat, të gjithë mund të shenjtërohen nëpërmjet besimit në Krishtin. Prandaj, dhe kish do të ftosh nga jashtë, të ftosh pa dallim të gjithë njerëzit, ti çosh te Krishti dhe ti shenjtërosh nëpërmjet bashkimit me Krishtin me anë të mistereve të kishës. Zoti thret të gjithë. Ky është misioni që ka kisha. Prandaj asnjëherë nuk duhet të kemi një mendim egocentrik në lidhje me besimin, duke bërë besimin vetëm pronën tonë dhe duke kthyer edhe një komunitet si një geto të mbyllur në vetvete. Jo, ne duhet të hapemi tek të tjerët duke i dëshmuar për Krishtin, si edhe apostoll Pavli dëshmonte për Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Por le të flasim për vargun e 5. Por judejt, të cilën nuk kishin besuar patën smir, dhe morën me vete disa njerëz të këqij nga ata të rrugëve të tregut dhe si mblodhën një turm e bën rrëmuj qytetin dhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe kërkonin edhe ata t'i nxjerrin përpara popullit. Në këtë varg na tregohet tani për ata judejt të cilën nuk kishin besuar. Ata patën smir sepse kombet
po bëheshin të krishterë, por menin ato premtimet e Perëndisë dhënë popullit Izraelit. Dhe kjo nuk ishte se ishte fajtor Perëndia ose të dërguarit e Perëndisë siç ishin edhe apostujt, por ishin fajtor vetë judejt të smirëzi, të cilët e mendonin Zotin vetëm për veten e tyre. Shën Johan Gojardi thotë se rrënja e kundërshtimit nuk ishte kërkimi të vërtetës për tyre, por çmira. Nga çmira ata e kryqëzuan Krishtin. Se nuk e shikonin dot lavdinë e Krishtit dhe që njerëzit shkonin gjithë mas Krishtit. Por nga çmira judejt e pabezë dhe antikrisht sulmuan dhe apostujt dhe vazhdojnë që kanë atë çmirën që nuk duan që të kombet e tjera të kenë prosperitet dhe të zhvillohen. Por e mendojnë veten sikur ata janë zotërit e botës dhe gjithë duhet të nështrohen. Flasim për ata judejt që kanë këtë mentalitet antikrisht. Dhe vazhdojnë në shekuj kanë luftuar kishën sepse kanë çmirë krishtërimin. Por edhe sot kemi konflikte që lindin nga xhelozia, krenaria dhe frika e humbjes së pushtetit. Por ne në këto nuk do t'i marrim parasysh aq më tepër. Në kishë duhet t'i përjashtojmë sepse kur zemra verbohet nga çmira, e vërteta shifet si një kërcënim. Por le të vazhdojmë edhe të flasim për vargjet më poshtë dhe vargun 6 dhe mbasi nuk i gjetën jo që zvarri Jasonin dhe disa vëllezër përpara kreve të qytetit duke thirrur. Ata që kanë bërë rrëmujën botën kanë ardhur edhe këtu. Në këtë varg na thuhet ata që kanë bërë rrëmuj botën. Kjo është akuzë që i bëhet apostujve padrejtisht, po pa dashje bëhet lavdërim. Apostujt trazojnë botën. Janë si ata kuaj që trazojnë ujëra që ngrenë në sipërfaqe ato që janë poshtë, siç thuhet edhe në himnologjinë e kishës. Sepse ata ndryshojnë zemrat dhe rrëzojnë mëkatin. Pra i kthejnë gjëra. Në botë sundonte mëkati. Nëpërmjet predikimit të apostujve dërguar nga Krishti, tani sundon e vërteta morali dhe virtuti. Ata trazojnë botën e vjetër të padrejtësisë për ndërtuar mbretërinë e Perëndisë. Krishtërimi i vërtet nuk përshtatet plotësisht me mentalitetin e botës, edhe sot. Ai sfidon egoizmin, padrejtësinë dhe jetën pa Perëndi. Prandaj, ku ka një krishtërim të vërtet, ka dhe kontradikta, ka dhe konflikte, sepse është ai trazimi i mirë, që gjërat duhet ndryshojnë, që nga të këqija duhet bëhen të mira, nga gënjeshtrat të vërteta, nga mëkate, virtute, nga degenerim në moral. Prandaj ky është krishtërimi i vërtet, që kur sidhet nga njerëz të krishterë, patjetër do krijojnë konflikte. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë në vargjet e tjera, jemi në vargun e 7. Dhe Jasoni këta i priti, të gjithë këta veprojnë kundër statuteve të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër i suj. Pra në këtë varg vazhdohet akuza që bënin judejt smirgjej kundër jo vetëm apostujve, por edhe kundër Jesuit, duke thënë se është një mbret tjetër Jesuj. Këta kundërshtar antikrist e paraqesin Jesuin si rival politik të Cezarit. Nuk bëjnë gjë tjetër veç atë që bënte Kajfa dhe Ana dhe krerët e Sinedrit që akuzuan Krishtin si një rival politik të pushtetit të Romës. Etit e kishës shpjegojnë se mbretëria e Krishtit nuk është politike, por shpirtërore, prandaj dhe kisha nuk përzihet me politikën, nuk mban krahun dhe nuk i shërben asnjë lloj partie ose bindje politike, sepse duhet të përjashtojë njerëz të tjerë, por kisha është mbretëria e Zotit në tokë. Megjithatë, ajo ka pasoja reale. Njeriu nuk i bindet verbërisht patjetër fjalës dhe doktrinës së kishës, duhet të sqarohet sepse njeriu fatkeqësisht ka prirje për t'u bindur verbërisht mëkatit dhe idhujve të botës. Pra është e kundërt që duhet bëjnë. Ai duhet i bindej verbërisht në kuptimin e mirë Zotit dhe fjalës Zotit, por ja që ndodh e kundërta. Prandaj kemi gjithmonë kundërshti. Kundërshti për hir të besimit në Krishtin. Shoqëria e Aleksandrit thotë se Krishti sundon mbi zemrat jo me forcë, por me të vërtetën. Shoqëria shpesh sot e sheh besimin si kërcënim, besimin e krishterë, kur ai sfidon padrejtësinë ose relativizmin moral. Por mbretëria e Krishtit fillon nga zemra e njeriut, aty fillon ndryshimi. Pra nuk fillon me propagandë, që propagandë publike ose
si them, të ndryshoj turmat në mënyrë përgjithshme, por Krishti i flet çdo njeriu drejt për drejt ose nëpërmjet kishës dhe dërguarve të tij në mënyrë personale, në zemrën e tij. Kështu fillon ndryshimi nga individ që bëhen persona dhe këta ndryshojnë pasaj edhe gjithë shoqërinë. Le të lexojmë vargjet 8 dhe 9 që janë vargjet e fundit për sot. Dhe nxitën popullin dhe krerët e qytetit që i dëgjonin këto gjëra, por ata mbasi morën një dorëzani nga Jasoni dhe nga të tjerët i lejuan të shkojnë pra apostujt. Në këto vargje, sipas komentit që bëjnë etrit e shenjtë, na thuhet se turma trazohet lehtë, pra manipulohet. Etrit këtu shohin paqëndrueshmërinë e opinionit publik. Pra njëherë ishte kundër, pastaj toleroi. Megjithatë, Perëndia përdor edhe për ndjekjen për parapjen e Ungjillit, sepse apostujt do të vazhdojnë misionin diku tjetër. Shën Maksim Konfesori mëson se sprovat shpesh bëjnë një mjet pastrimi dhe forcimi shpirtëror, pra nuk duhen parë si diçka negative. Edhe besimtarët e krishterë ortodoks nuk duhet tronditen kur përballen sot edhe me padrejti, keqkuptime ose presione për hir të besimit. Besimi provohet pikërisht në kohë tensioni. Prandaj le të marrim shembull nga apostujt, të cilët nuk tërhiqeshin edhe kur mbyllej një rrugë ose një portë, ata kërkonin Zotit që të hapej një portë tjetër dhe të shtrojë një rrugë tjetër. Sepse Krishti tha, atë portë që unë e mbyll, askush nuk e hap, dhe atë portë që unë e hap, askush nuk e mbyll. Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.